Rrallë parë një brama të gjithve. Ju falenderoj për që keni ardhur këtu. Unë personalisht me gjithë grupin time jam tepër i kënaqur që jam me këtë lidhje bashkë, edhe arsyeja është ju them sepse jam një pensionist që ka punuar 20 vjet edhe shpërbler nga shteti shqiptar me 100 euro. Një skandal. Nësa gruja personalisht ka punuar 25, shpërblet me 160 euro. Atëherë të që duhet t'i pajmë një pyetje vetit. Në cilin shtet të botës ekziston me listat munda edhe me listat hapuna. Një kohë që banditat janë rëndë, ndërsa rojet janë për jashta. Atëherë për cilin mund votojmë na personalisht. E dyta, këtu, Alindi tha një fjalë edhe ky shoku, janë pak, por për mendimin tim është ajka e aty në që menojnë kuj duhet me dhanë votën. Nuk është problemi me pa program, por problemi me pa. Aja edhe bëja që kanë 35 vjetë që nga shkelin, është absurde. Ty menu ma nëna, përsa e përket drejtësisë në shtetin shqiptarë, janë 1.000 sa dosje që janë për kandidim në proces gjyqësor, edhe këtë që zëja i lejon për me marë pjesë edhe me listat mëna, në cilin vend botës. Pra ne të shti, unë kam vetëm një këshill personalisht me gjithë që jeni këtu pa. Qa keni shokë, qa keni shoqe, sepse këtu me Bavakia nuk kanë ardhur shumë kush me diskutu cilën kena partinë demokratike apo partinë tjetër pa. Me mujt, me ja dhanë votën lëvizjes bashkë, sepse është partia ma pastër edhe ma e kullume këtu. Pa ba asnjë lloj propagande, ty menu kalume edhe ty menu shumë gjanë. Ju falenderoj Zoti Kalin, që ka menu për pensionistat edhe shpresojmë, çojmë gishtat, që një ditë me Bavakia, unë më i pari, me shumë shoke shoqe, arrim me marë atë që ne në takon asë gjama tepër. Sepse dhe i 200 euro shumë qitari, pa marë i lashe, pa darë punë, është një 0, 0, 0 edhe zgjatje. Ju falemnderit.